Sot sistemi elektroenergjetik shqiptar po ecën drejt integrimit të tregjeve, liberalizimit furnizimit, vetë prodhimit të energjisë, që është një nga incentivat që ne kemi nxitur në 5 vjeçarin e fundit, dhe padyshim të gjitha këto kanë bërë që komponentët kryesor të këtij sektori të vinë drejt përmirësimit, duke sjellë kështu edhe një rezultat të mirë. Energjia elektrike tashmë nuk është vetëm një shërbim të cilin ne ofrojmë si një shërbim bazik për qytetarët tanë, por nga ana tjetër është kthyer në një produkt që qarkullon në tregje dhe jo vetëm në tregjet kombëtare. Sot Shqipëria ka rritur kapacitetet e saj duke krijuar kështu një diversifikim të portofolit, ashtu siç kemi nisur 5 vite më parë. Duke siguruar jo vetëm qëndrueshmërinë e sistemit elektroenergjetik shqiptar, por edhe duke garantuar zhvillim të mbështetur në burimet e rinovueshme. Shqipëria është gjithashtu sot një nga vendet tërheqëse për investime ndërkombëtare në energjinë e rinovueshme, duke pasur parasysh të gjitha kompanitë e huaja që operojnë sot në territorin tonë.